Në Kosovë nuk ka pasur, as nuk do të ketë asnjëherë qeveri anti-amerikane. Kështu që kush ka dashur që kryeqyteti të ketë buxhet, ka pas mundësinë që ta votoj si pikë të ndarë. As nuk ja vlen të merrem as një sekond me akuza të Ganimetit Muslim. Në Kosovë nuk ka pasur, as nuk do të ketë asnjëherë qeveri anti-amerikane. Në Kosovë ka pasur gjithnjë dhe do të ketë gjithnjë edhe në të ardhmen qeverinë më pro-amerikane që mund ta gjej ndokush, për shkak se kemi popullin më pro-amerikan në botë dhe secila qeveri e Kosovës që vjen nga po ky popull. Pra nuk mund të ketë dallime mes popullit që krijon qeveri apo votuesve që krijojnë qeveri dhe qeverisë, përderisa secila qeveri i ka metodat e veta, i ka strategjitë e veta, e ka mënyrën se si punon me partnerët. Dhe për atë se si kam punuar dhe si do të punoj në të ardhmen, unë ju sugjeroj që t'i adresoni pyetjet në qeveri. Sa i përket punës time si presidente e Republikës, mund t'ju siguroj që kam pasur dhe do të vazhdoj të kem një bashkëpunim jashtëzakonisht të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse i shoh si partner ekzistencial në zhvillimin e Kosovës, në mbrojtjen e lirisë dhe pavarësisë sonë, si dhe në tejkalimin e sfidave të sigurisë me të cilat ballafaqohemi. Çdo kompetencë që e kam shfrytzuar, fillimisht duke kërkuar që kuvendi të mblidhet para se të votohet qeveria e mandatarit të dytë, në mënyrë që një nga pikat e ndara të rendit të ditës të jetë edhe buxheti për kryeqytetin, për Gjilanin dhe për Zubin Potokun. Ajo ka qenë pikë e ndarë e rendit të ditës, nuk është lidhur fare me buxhetin për 2026, kështu që kush ka dashur që kryeqyteti të ketë buxhet, ka pas mundësinë që ta votoj si pikë të ndarë. Dhe unë nuk e kam nënshkruar dekretin për shpërndarje, qëllimisht i kam ftuar një herë partitë politike dhe i kam ju lutem para se ta shpërndaj kuvendin, kthehuni edhe një herë në sallën e kuvendit. Unë ju pres këtu. Miratoni marrëveshje të ndërkombëtare prej 1.1 miliard, të cilat edhe ashtu kërkojnë 2/3, miratoni buxhetin për kryeqytetin dhe komunat që akoma s'kan buxhet, RTK-n dhe zgjatjen buxhetore për 3 muajt e parë, i cili do duhej të ishte vendimi i kuvendit. Kam kërkuar nga kryeministri, e kam pyetur, a mundesh me heq dorë nga buxheti 2026 që vetëm këto pikat tjera ti trajtojmë, dhe ai është pajtuar që të hiqet çështja e buxhetit 2026 nga agenda dhe të shkohet në seancë vetëm me këto pika tjera. Mirë po fatkeqësisht nuk ka pasur dakordim nga partitë e tjera. Mundësi ka pas me u miratu, mirë po nuk ka pas vullnet politik. Kush e ka thënë këtë punë? As nuk ja vlen të merrem as një sekond me akuza të Ganimetit Muslim. Ne jemi duke analizuar procesin nga aspekti ligjor dhe njëkohësisht si presidente e Republikës dhe garantuese e funksionimit kushtetues të institucioneve, jam në bashkëpunim dhe në koordinim me shtetet e Kuintit lidhur me këto zhvillime jashtëzakonisht serioze. Një çështje e cila është shumë shqetësuese është që 5 anëtarë të Këshillit Prokurorial kanë deklaruar publikisht se nuk ndihen të sigurt dhe kanë kërkuar mbrojtje nga institucionet e sigurisë në vend, dhe si presidente menjëherë jam marrë me këtë çështje në bashkëpunim me qeverinë, sepse është e pafalshme që 26 vite pas luftës ne të kemi anëtarë të Këshillit Prokurorial, qofshin ata prokuror apo jo prokuror, që nuk ndihen të sigurt dhe ndihen të kërcënuar. Është shumë me rëndësi që në mënyrë që deklaratat e mia mos të shihen si ndonjë ndërhyrje, sepse jam person politik që kur në karrierën time nuk kam ndërhyrë në sistemin e drejtësisë, që t'i lëm vend edhe analizës së përbashkët që kemi me partnerët tonë lidhur me procesin që ka ngjarë sa i përket shkarkimit apo tentim shkarkimit, më mirë ta quaj.